Shtëpia e Big Brother VIP Albania 4 u trondit nga një përplasje ashpër mes Rozana Radit dhe Gjestit, një debat që eskaloi në një nga momentet më të tensionuara të këtij sezoni. Gjithçka nisi me një diskutim të zjarrt mes dy banorëve, i cili u përshkallëzua deri në momentin ku Rozana kërkoi të bënte dush, por debati nuk u ndal as aty, pasi Gjesti e ndoqi brenda duke vazhduar diskutimin dhe duke refuzuar të largohej edhe pas kërkesës së saj. Në mes të tensionit, Rozana e sfidoi duke e pyetur çfarë do këtu, ndërsa ai u përgjigj, po duhet kqyr. Për ta ironizuar dhe provokuar më tej situatën, Rozana hoqi Robdishanin dhe mbeti vetëm me të brendshmet para tij, duke e bërë këtë skenë një nga më të komentuarat e natës. Debati mes tyre vazhdoi për rreth një orë me akuza, ironi dhe tone të larta, duke sjellë reagime të shumta nga publiku dhe fansat e reality show. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.